Pra, Edi Rama po mbron vetën e tij. Po mbron vetën e tij dhe po ndërshkon Shqipërinë. Po ndërshkon në mënyrën më ekzemplare Shqipërinë. Por sot me që është kjo ditë dhe ai kërcënonte Europën duke deklaruar se ne dhe vetëm ne jemi perspektiva europiane shqiptarve, mashtrimin e madh, unë deklaroj sot këtu. Atë që kam deklaruar për 2-3 vitesh me 10 herë. Shqipëria nuk plotëson në absolute asnjë kusht të procesit të integrimit evropian. Jo, nuk ka plotësuar dhe sukseset e Shqipërisë janë mashtrimi me Edi Rama, janë mashtrimi më i madh. Shqipëria ka plotëson kushtin gjeostrategjik, i cili është një kusht i rëndësishëm. Por duke thënë këtë, garantoj partnerët tanë, garantoj Bashkimin Evropian, se Partia Demokratike ka objektivin e saj më madhor, integrimin e Shqipërisë në Europë. Por në një mënyrë tjetër, në një rrugë tjetër. Asnjëherë në mashtrimin dhe lobimet mashtruese, gjithçka në meritën, performancën dhe meritën. Kur nuk kemi ndjekur rrugë tjetër, dhe ajo ka qenë rrugë e suksesit. Ne kemi plotësuar kushtet për marrëveshje stabilizim asociimit. Dhe ajo është firmosur. Është votuar në gjitha parlamentet anëtare të Bashkimit Evropian, diku me ndonjë hezitim, diku me vonesë, diku shumë shpejt, por ne kemi patur argumenta për çdo qeveri, për çdo parlament. Pse ne meritojmë marrëveshje stabilizim asociimit. Ne nuk ju lutëm askërkujt, absolutisht, për heqjen e vizave. Jo, përkundrazi. Ne, të gjitha kancelarive, të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, kishim vetëm një mesazh. Të nderuar zotëri, zonë, çfarë ishte, kryeministër, ne kërkojmë nga ju që në vendimin që do mirëni, ta bazoni ose në një mision tuaj në Shqipëri, nëse janë plotësuar kushtet apo jo për heqjen e vizave, sepse ishin një 120 kërkesa, ose të sjellim ne përfaqësuesit tanë të brifojnë ju për këto. Dhe kjo ka funksionuar në mënyrë më serioze. Unë e kam thënë dhe u them prapë. Kancelarja Angela Merkel dërgoi këtu drejtorin e përgjithshëm të policisë gjermane, një personalitet shumë të njohur. Tha i bërë një raport të shkëlqyer. Erdhi problemi i statusit të kandidatit. E njëjta gjë. E njëjta gjë. Ne nuk kërkonim lëmosh as kërkujt. Ne duhet performojmë, që të meritojmë atë që kërkojmë. Dhe morëm status e kandidatit, që le blokoj Edi Rama, ju e dini me 3 ligje, si vononte edhe këshilltarët e Thierit. Kjo është e vërteta. Ne besojmë se kjo është rruga e interesit maksimal të shqiptarëve për të integruar. Pse? Sepse procesi i integrimit evropian ka synimin t'i bëjë shqiptarët më të lirë, më të begat, më të sigurt. Më të sigurt. Kjo rrugë ka funksionuar. Merri pak rrugën tjetër. Merri pak rrugën tjetër.
Ja se si është. Ja se çfarë regreshi. Ndaj dhe unë siguroj partnerët tanë që ne kemi qëllim më kryesor integrimin, por integrimin e bazuar në merit dhe jo në suksese imagjinare. Këtë ne nuk e kërkojmë, nuk e bëjmë. Jo. Shqipëria sot është një vend i dhunimit masiv të drejtave të njeriut. Njeriu që lëvizte me hekura nëpër ekrane, ankohet sot se janë mbush burgjet, po kush i mbushi burgjet? Burgjet i mbushi politika terrorizuese. Burgjet i mbush ti që i let shqiptarët pa sistem drejtësie, pa të drejtën e procesit gjyqësor. Dhe tani kërkon të fajsoj as kërkon. Në këtë udhëtim, ai do të shkelmoj në Bruksel interesat e çdo shqiptari. Në këtë udhëtim, ai do mbroj vjedhjet e veta dhe të lubi ballukut dhe të sojës rollopit të tij. Ndaj dhe nesër është dita e qytetarëve. Dhe ftoj qytetarët nga mbarë Shqipëria, ftoj të gjithë qytetarët e Tiranës. Në kryengritjen tonë paqësore, t'i faktojmë kombit Europës dhe botës se ne nuk mposhtemi kurrë nga një grusht hajdutësh që s'kan interesa tjera përveç interesave të pasurimit tyre. Faleminderit. Zoti Berisha, për te rrezikut që ju e keni denoncuar se vjen nga Brukseli deri për zhbërjen e procesit të integrimit dhe për te vendimarrjes së gjykatës kushtetuese, kreu i qeverisë Edi Rama ka bërë të qartë edhe në mbledhjen e grupit Partisë Socialiste se do të vijojë betejën ligjore në mbrojtje të Belinda Ballukut, duke paralajmëruar edhe ndërhyrje, ndryshime në legjislacion. Keni një koment për këtë dhe cili do të jetë qëndrimi i opozitës përballë zhvillimeve të fundit në vend? Faleminderit. Qëndrimi i opozitës